Prandaj mendoj se ky rezultat demonstron një lloj pakënaqësie në rritje ndaj vetëvendosjes, por në tërësinë ndaj gjithë elitës politike atje, sepse edhe forcat tjera politike, përjashto LDK-n, kanë mbajtur të njëjtin qëndrim, kanë mbajtur të njëjtin rezultat, pra me atë të shkurtit të vitit 2025, ka tregon se Kosova në fakt është kthyer në pikën 0, është kthyer aty ku ishte para një viti e gjys. E qartë. Në aspektin numerik, zoti Gjeta, vetëvendosja ka humbur rreth 136.000 vota. Çfarë tregon kjo shifër në gjykimin tuaj për raportin e qytetarëve me qeverinë Kurti? Tani këtu ka dy komponentë mendoj. Së pari duhet konsiderojmë faktorin i cili çoi në këtë numër të jashtëzakonshëm votash për vetëvendosje në dhjetor të 2025. Mendoj që momenti ishte i veçantë në kuptimin që vetëvendosje arriti të mobilizojë një pjesë shumë të madhe njerëzish, veçanërisht diasporën, duke argumentuar se vetër politike po e bllokon në punën e saj. Dhe momenti kur zhvilluan koha, pra kur zhvilluan zgjedhjet në dhjetor, kur diaspora e Kosovës është me pushime dhe mund të lëviz lirisht dhe përgjithsisht kthehet në Kosovë, ishte një faktor përcaktues për një rezultat, do të thoja unë, pa precedent në favor të vetëvendosjes, por edhe mendoj që kapitalizoi pakënaqësinë e pjesës të madhe të popullsisë me faktin që LDK dhe PDK nëpërmjet mekanizmave të caktuara e bllokuan ose nuk arritën të bëjnë një marrëveshje të madhe me vetëvendosjen, megjithëse unë mendoj se vetëvendosja vetë si parti politike ka përdorur një retorikë jashtëzakonisht përqarëse dhe sulmuese ndaj elitës vjetër politike dhe nuk mund të priste konsensus për tyre, por megjithatë mendoj se ky është veçantë që përcaktoi këtë numër shumë madh votash në favor të vetëvendosjes. Tani në moment krejt tjetër ku Vjosa pati një krisje me zotin Kurti, u rikthyen LDK dhe ju shikoni se si kjo ka ndikuar në rritjen e rezultatit zgjedhor të LDK-s, ndërsa nga ana tjetër mendoj se qytetarët e Kosovës, por edhe diaspora janë të lodhur nga mungesa, do të thoja unë, e leadershipit, e vendosmërisë dhe e aftësisë së zotit Kurti për të ndërtuar një qeveri të qëndrueshme nëpërmjet ndërtimit të një konsensusi pak më të gjerë. Edhe ky është rasti më specifik në raport me presidentin. Pra, vetëvendosja synoi në fakt të kontrollonte edhe hall fundit pushtetin në Kosovë, që është presidenti i Republikës, kur nëse do të ishte interesuar që ta ndërtonte të institucion, por edhe të kishte qeveri të qëndrueshme, unë mendoj se si forca e parë numër të jashtëzakonshëm mbështetje dhe një majorancë absolute në kuvend i takonte përgjegjësia që të shtrinte dorën e bashkëpunimit me aktorë tjerë politik dhe të arrijë një konsensus, do të thoja unë, i pranueshëm për postën e presidentit, sepse numrat ishin aty, numrat ishin shumë afër. Fakti që nuk e bëri këtë, mendoj që në fakt kjo parti politike synon që ta monopolizojë qeverisjen dhe jetën sociale në Kosovë, që ka nuk është shëndetshme për Kosovën, sepse theksoj edhe një herë, Kosova nuk është Belgjik. Pra, njëtin sistem model politik ka Belgjika, do të thoja unë, po në Belgjik mund të kalojnë periudha kohore dhe 2 vjeçare pa një qeveri në funksion, pra me qeveri kujdestare, por kujtoj këtu publiku që Belgjika është shtet i konsoliduar, askush nuk e vën në diskutim subjektivitetin, qoftë ndërkombëtar të Belgjikës, por edhe sovranitetin e brendshëm, ndërsa Kosova është një shtet në hibriditet, pra është një gjendje të ndërmjetme, është realitet politik, por kontestohet në arenën ndërkombëtare, është një shtet i ka përmbyllur shtetësinë e vet, sepse nuk ka vend në Kombet e Bashkuara, po has vështirësi në integrimin në organizata rajonale ndërkombëtare, nuk është i njohur universalisht, kontestohet nga Serbia, kontestohet nga Rusia, kontestohet nga Kina, dhe së brendshmi kemi një minoritet që janë serbët e Kosovës, të cilët vazhdimisht e kundërshtojnë legitimitetin e shtetit, sidomos në veri, dhe kanë përdorur ato drejta që kanë si në kuvend, si në nivel rajonal, për ta minuar shtetin e Kosovës. E qartë.
Interesant është fakti që pothuajse të gjitha partitë opozitare kanë humbur vota në numra absolut, por edhe kanë shënuar një rritje në mandate. Të paktën Lidhja Demokratike e Kosovës. Çfarë tregon kjo? Pra kemi të bëjmë me një rënje të mobilizimit politik apo një zhgënjim më të gjerë të elektoratit? Si duhet parë vota e qytetarëve të Kosovës kundrejt opozitës? Rënja e numrit në terma absolute për gjithë partitë politike dhe ju e theksuat edhe vetë që ka një rënje drastike në raport me vetëvendosjen, pra mbi 100.000 vota. Çka është një shifër jashtëzakonisht e madhe. Por edhe me faktorët në raport me partitë e tjera politike, mendoj që demonstron që diskutuam pak më parë, pra një zhgënjim, do të thoja unë, të dukshëm të qytetarëve të Kosovës me elitën politike, sepse rënja e numrit votave në terma konkret demonstron ose është si pasojë e bojkotimi një pjesë shumë madhe qytetarëve të procesit zgjedhor. Pavarësisht se LDK dhe një pjesë e partive politike opozitare kanë fituar terren në përqindje sepse janë rritur, edhe PDK, edhe LDK, edhe AK në termat përqindjes janë rritur, por në numra absolut ka rënje. Kjo shpjegon të paradoksin të madh të qytetarëve Kosovës në raport me elitën politike, veçanërisht me vetëvendosjen e cila kishte përgjegjësinë dhe ju dha vot besimi për ta udhëhequr Kosovën dhe nuk e arriti dot ta materializojë këtë besim. Por edhe pjesa tjetër e elitës politike, e cila nga një pjesë e qytetarëve të Kosovës shikohet e papërgjegjshme, si kaotike, që demonstron mungesë leadershipi, prandaj mendoj se lloke gjithë elita politike e Kosovës ka marrë një goditje shumë madhe në raport me besueshmërinë dhe interesin publik. Për të qenë pak më konkret, Lidhja Demokratike e Kosovës për ta analizuar paktën dy partitë më të mëdha që respektivisht kanë dalë të dyta dhe të tretat. PDK-ja mbetet pra forcë e dytë politike në vend. Mund konsiderohet kjo një fitore reale për PDK-n apo është një rezultat nën pritshmëritë për këtë forcë politike tradicionale ndër më të mëdhat në Kosovë? Dhe gjithashtu LDK-ja është ai që ka shënuar rritjen më të madhe me rreth 5%, duke shtuar 5 mandate më shumë nga zgjedhjet e kaluara të dhjetorit. I forcon pozitat e Lumir Abdixhikut në negociatat e ardhshme politike? Tani sukses politik për opozitën, për PDK dhe LDK do të ishte nëse këto dy forca politike do të arrinin një rezultat i cili do të mundsonte atyre të virin në pushtet. Në raport me këto objektiv maksimalist e normal politik, mendoj që rezultati është zgënjyes.